edhe ata që kanë vendosur ato pasuritë e mëdha që s'kan ku t'i çojnë, ata janë duke kryer një lloj vetvrasjeje dhe ata. Prandaj mos e lakmoni atë pjesë. Po të qëndroni thjesht, jeni duke jetuar. Miq të Piskut dhe të Pisk System dhe miq të veçantë dhe fort të respektuar të Aleksit, ju përshëndes, uroj që t'jeni mirë dhe ja kur i takohemi sërish në këtë takim ton të përjavshëm, si çdo ditë mërkure, bashkë me Aleksin, të cilën e falenderoj shumë që gjen kohë për të qenë pjesë të këtyre bisedave shumë të rëndësishme dhe të nevojshme, qoftë për ne dy, siç e theksoj, por edhe për shoqërinë tonë. Aleks, të përshëndes. Faleminderit për ftesën e re, për ti jesh mirë dhe gjithmonë energjik dhe me mendime të pastra, të kthjellta dhe të dobishme. Uroj të zënë vend të njerëzit këto. Patjetër, ato njerëz që kanë nevojë për këtë lloj ushqimi, ata njerëz që duan dhe e lëshojnë veten dhe krijojnë hapësira që ne të gjejmë vend për atë se çka flasim këtu dhe ne të krijojmë hapësirë për atë se çka mendojnë ata dhe ngrenë pikpyetje, gjithmonë ne kemi shtruar dhe kemi lënë të hapur që diskutimet tona janë pjesë e realitetit ton shqiptar dhe shoqërisë tonë. Prandaj ne i sugjerojmë dhe i këshillojmë ata që na sugjerojnë pyetjet e tyre, problematikat që mendojnë që duhet shtrohen dhe diskutohen, pse jo që t'i japim dorën njëri tjetrit, siç e kemi theksuar dhe theksojmë vazhdimisht. Sot miq, kemi vendosur që të trajtojmë një temë që ne kemi prek disa herë tek videot tona, do të flasim për sa i përket vetvrasjes, cilat mund të jenë arsyet që njeriu mund të shkojë drejt këtij akti ekstrem, madje shumë i dënueshëm, madje nga aktet më të vështira që ndoshta më parë ka qenë kjo, Aleks, ka qenë në vitet e lashta, në kohët e lashta. Në çdo kohë, në çdo popullsi, në çdo pjesë të historisë ka ekzistuar ky fenomen fatkeqësisht. Por sot në këtë modernitetin që shoqëria, jo vetëm Shqipëri, por në botë, si çdo gjë tjetër që ndikon keq për ne, njeriu, kjo ka zënë më shumë hapësirë, ka zënë më shumë vend, duket sikur është më e theksuar. Fatkeqësisht. Çfarë është vetvrasja, Aleks? Që ta nisim si zhvillojmë bisedë thjesht. Po tani fatkeqësisht ata që arrin deri në atë pikë shikojnë si zgjedhje atë, si zgjidhje dhe për t'i dhënë një fund dhimbjeve, ku dëgjon tani. Dhe ajo nuk është zgjidhje. Nuk është se ti aty po i vendos fund dhe s'ka më. Ka momentin njeriu që arrin atë pikë, aty pastaj duke mos ditur dhe ç'a ndodh mbas atij veprimi. Se po ta dini se ç'a ndodh mbas vetvrasjes, nuk do e çoshin as ndërmend ta bëshin atë gjë. E jo më ta arrinin ta. Pse çfarë ndodh pas vetvrasjes? Nëse dikush merr një akt kaq të frikshëm, një nga aktet më ekstreme dhe më fundore që mendoj që jo duhet vini, që s'do të vi asnjëherë në mendjen tonë. E merr këtë, çfarë ndodh pas kësaj, domethënë, që thua ti, po ta dini nuk do ta bënin. Po. Edhe tani në lidhje siç e kemi diskutuar dhe në tema të tjera, a ekziston jeta mas vdekjes që kemi thënë? Ekziston jeta mas vdekjes, por njeriu nëse në këtë jetë të përkohshme i jep fund të jetës së vet, aty pastaj kalon direkte në ferr. Në ferr. Aty pastaj po pse fillojnë dhimbjet tamam. Po. Pse është kaq e dënueshëm, domethënë, vetvrasja? Po sepse jeta është dhurata më e madhe që Zoti ka dhënë njeriu. Kur ai të ka dhënë këtë dhuratë kaq madhore, kaq të rëndësishme për njeriu, s'ka ç'a të jep më tepër. Ta ka dhënë. Ajo është maja e dhuratave që ka dhënë. Jeta, liria, vullneti i lirë, gjitha këto. Po ti në momentin që i vendos një fund, aty pastaj ti ke dënuar veten tënde. Edhe mos prit pastaj nga krahu tjetër, sepse tani në këtë jetë neve këtu jemi duke dhënë prova. Për të qenë të përshtatshëm për atë jetën tjetër. Tani kur unë ndërpres atë jetë, unë ndërpres procesin për të qenë i përshtatshëm për jetën tjetër. Nuk kam vend atje. Duke ndërprer jetën këtu,
kaloj nga krahu tjetër, aty ku s'ka jetë, që është ferri, nuk shkon parajs me vetvrasjen. Është Ky është dënimi pra atij personi që kryen vetvrasje. Po, direkte në ferr. Jeta mbien dakord që është dhuratë pra nga krijuesi, nga Zoti. Po. Atëherë, unë t'japi dhuratë ty. Ti duhet kujdesesh për atë dhuratën që unë t'jap? Duhet kujdesesh, duhet ta vlerësosh, duhet ta ruash, ta mbash fort. Po ta marrim në kuptimin e parë të dhuratës, ose në atë se çka ne e shohim ose si e konsiderojmë gjithmonë dhuratën, kur na jep dikush dhuratë, ne patjetër, në fillim ndoshta edhe kujdesemi, e shohim si diçka të veçantë, i japim shumë vlera asaj, se është respekt dhe vlerësim nga tjetri që ta jep të dhuratën. Kjo është e konsiderata që kemi ne për dhuratën dhe personi që na jep dhuratën. Por përgjithsisht ne shohim që edhe për shembull po të shohësh fëmijët, kur i jep dikush dhuratë, fëmijët edhe e dëmtojnë, e prishin, është ai misteri kurreshjes, kuriozitetit, që çdo gjë që prekim dorë ose marrim do e shkatrojnë, nuk i japim atë vlerën e duhur. Nuk e vlerësojmë siç duhet. Nuk e vlerësojmë siç duhet. Dhuratën që na bë. Ndoshta nuk është krahasimi i duhur, po thjesht për ta paralelizuar ndoshta me diçka më. Jo, qëndron deri diku ajo, se dhuratë. Pra ti ma dhe mu dhuratën, është e imja tashmë apo jo. Ti s'm kërkon mua më llogari që të më thuash që unë ta dash dhuratën ty, pse po e keq trajton, pse po e dëmton, domethënë. Pra në rastin është sikur ja plas në fytyrë më burr, ai po t'jep dhuratën më të madhe dhe ti e merr, e konsiderojmë sigurisht si top futbolli, e merr dhe i bim shkelm atje dhe thonë nuk e dua më. Çfarë do t'japi Zoti më pastaj? Ajo është jeta, ekzistenca valla, të frymosh, të mendosh, të krijosh, të shpresosh. I ka gjitha të mirat brenda, pa koja që përfshin jeta. Po. Nga momenti që unë e flakte, ja hull nga gremina, e fundos në oqean atje. Ti pastaj ke mohuar gjitha këto dhurata, gjitha këto të mirat. Po. Dhe pa pritur pastaj kalon nga krahu tjetër pastaj dhe aty do gjendesh përballë një situate vërtet horror dhe të frikshëm. E qartë, ky është përfundimi dhe ajo se çka merr domethënë në fund, barazimi i kësaj është që do të marrësh atë. Po në fund fare prap kjo dhurata është që ti ma ke dhënë mua, është e imja tashmë. Pra unë në fund fare mund të bëj çfarë të dua me atë. Po dakord, po tani po ka pra, pasojë. Pra ti ma dhe pse ka pasojë? Sepse nga momenti që ti ke lirinë, atë ti mund ta trajtosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Po prap vullneti është i imi, pra ti po ma jep mua dhuratën dhe më ke lënë në vullnet lirë, që unë të vendos me dhuratën që më ke dhënë. Po. Se çfarë të bëj? E përdor dhe e vlerësoj deri në një pikë të caktuar dhe në një moment unë nuk e dua më atë dhuratën. Po. Mund të vendos që ta hedh. Tani ti më jep mua të dhuratën dhe unë ta e flak atë. Si do ndihesh ti pastaj? Do më bësh prap dhuratë mua? Ja, ti kurse vlerësove këtë që të dhash si fillim. Nuk të bëj, po nuk të dënoj. Po jo, ajo vjen si pasojë pastaj, sepse jeta ka vazhdim. Nuk mbaron me këtu. Kalojmë atë që s'mbaron, nga e përkohshmja në të përjetshme. Përjetshme, po. Tani, kur unë ndërpres të përkohshme. Pra ti nuk merr dhuratën tjetër më të madhe, pra. Po, se këtu nis. Pra ti nuk meriton më dhuratën tjetër. Po pse duhet dënohesh nga kjo? Pse duhet dënohesh? Pse duhet shkosh në ferr? Po je i vetë dënuar, nuk të dënon Zoti. Zoti ta dha jetën që ti ta fillosh këtu e ta vazhdosh në pafundësi në krahun tjetër. Nga momenti që ti e ndërpret, të ndërpritet edhe nga krahu tjetër. Se çfarë ndodh këtu? Se ti vetë vendosit ta ndërpresësh. Po. Edhe nga ai moment pastaj ti mos prit që ti ta vazhdosh, se ti e ke bërë ndërprerjen që këtu. Sepse kjo jetë këtu është lidhur direkte me atë tjetrën. Nga e përkohshme te e përjetshmja. Tu në ndërpres e ke të ndërprer edhe nga krahu tjetër. Është pasqyrim. Edhe prandaj është e frikshme ai si vendimarrje. Edhe kanë plot arsye se njerëzit arrin deri atje. A është vetvrasja dënim nga, domethënë dënimi që merret nga Zoti. Domethënë, a është vetvrasja që mban më kryesorën, pra një nga shkak pasojat. Është maja, ti ke mohuar jetën. Po. Nga momenti pra për gabimet që bëjmë ose vendimet që marrim, a është kjo që ka dënim më të madh, domethënë? Po, aty është shkelja më e rëndë që njeriu merr dënim nga Zoti më të madhe? Është ekstremi i gjithë shkeljeve që mund të bëj dikush. S'ka tjetër më lart se sa vetvrasja. E ke shkoput, e ke fik vetë jetën tënde. Domethënë ti e kishe atë në dorë, abuzove, e flake, nuk meriton më vazhdim. Ç'a ta t'japi më?
Ajo është alla ekzistenca, ti e ndërprend ekzistencën, do të shkosh atje pastaj ku nuk e meriton. Edhe shkon pastaj dhe vuan përjetësisht. Prandaj nuk mbaron dhimbja me vetvrasjen. Aty fillon dhimbja me vetvrasjen. Aty është dhimbja më e madhe, më ekstrem, më e keqja. Dhe më e keqja është që ajo nuk ka për të mbaruar kurrë, nuk mbaron asnjëherë, nuk ka dalje domethënë nga kjo, nëse dikush bën vetvrasje, dënohet, shkon në ferr. A ka dalje nga ferri pasi ke shlyer këtë? A ka shlyrje ky vendim? Nuk del me vetvrasje nuk del askush. I vetmi është i vetmi, ë? Po, kjo, me vetvrasja është kulmi i gjithë. Do të me gabimet e tjera, ka njerëz, pra, siç e kemi folur me Aleksin, që për gabime ndryshme që njerëz, për shembull, ditën e gjykimit që do të bëhet, që caktohen që do të shkojnë në ferr, po pas një kohe dalin nga ferri që shkojnë parajs, pasi kanë shlyer gabimet. Jo, por aty nuk del aty. Nuk del më fare? Ja. Sidomos tani, shiko, me gabimet e tjera. Ku bën gabimet e tjera për shembull. Kur janë të vogla, domethënë, aty ke shpresë të dalësh. Po, këtë po them. Kurse në rastin e vetvrasjes nuk del fare më. I ke vënë kapakun, aty ka kapitulluar gjithçka pastaj, është mbyllja. A ka ndonjë gabim tjetër, mëkat tjetër që nëse bën nuk del më nga ferri? Përveç vetvrasjes? Po. Ka plot, është ateizmi për shembull. Ateizmi. Dikush domethënë që nuk e pranon ekzistencën e Zotit, që s'ka pasur ndonjëherë lidhje me atë, që s'e ka kërkuar, indiferentizmi që ka treguar gjatë gjithë jetës. Edhe ateizmi është pjesë. Edhe ata sa meritojnë. Sepse po nuk e njohë Zotin në këtë jetë, s'ke për ta njohur as në jetën tjetër. Sepse këtu janë të gjitha gjërat. Te kjo jeta e përkohshme që kemi ne këtu, varet ajo e përjetshme. Imagjino më thënë, është po ta mendosh, po ta ulesh poshtë ta mendosh, varet gjithçka nga kjo jeta e vogël që sa mund të jetë, 50, 60, 70, 80, 90 vjet, varet përjetësia. Domethënë, edhe ti kur i jep fund këtu, automatikisht i ke dhënë fund nga krau tjetër dhe do shkosh aty pastaj ku nuk duhet shkosh. Edhe njerëzit fatkeqësisht duke mos e ditur, se është kujdesur sistemi që njerëzit mos ta dinë këtë, edhe që t'i japin bierin, vetvrasja aty pafund, mbaroi dhimbja. Po se din që aty fillon realisht dhimbja. Se këto problemet, këto sfidat, këto dhimbje që kemi në këtë jetë, nëse i përballon ashtu siç duhet, këto na forcojnë dhe na kalisin. Po njeriu humbet shpresën dhe thot për mua s'ka më, edhe kalon në pesimizëm, se ka grada, kalon në dëshpërim. Pyetja po, se po më përgjigjen direkt pyetjes që kam menduar që në fillim, po gradualisht erdhi tani. Që ta kalojmë pak edhe në filozofiko-psikologjik, domethënë si bisedë. Po. Ndoshta edhe si mund ta shohim ne këtë pjesë që pse arrin njeriu që të shkojë deri në atë pikë në vetvrasje. Cilat mund të jenë arsyet, domethënë, mbas të kësaj se si e shohim ne, domethënë në rasteve të ndryshme. Ka arsyet janë nga më të ndryshme, Alin. Disa për shembull vuajnë mungesën e vlerësimit. Do thënë disa varen që duhet të vlerësojnë nga të tjerët, sepse nuk e shikojnë, nuk shohin, nuk ndihen të plot. Edhe kërkojnë ta gjejnë nga jashtë. Nuk po vlerësojmë, ai tjetri është në gjendje më të mirë, po pse s'jam dhe unë ashtu, domethënë e ngarkon veten e vet me negativitet. Edhe kjo shtohet. Po nuk u kujdeset që në fillim që ta ndërpresësh të proces, ajo vazhdimisht do përkeqësohet. Është si një plagë që e kruan dhe bëhet më keq, kthehet në gangren. Edhe ka shkallë, gradualisht vjen ajo. Mungesa e shpresës, pesimizëm, dëshpërim. Po arriti njeriu në dëshpërim, aty është dorëzuar komplet. Aty ai nuk më shikon më dritë në horizont. Edhe çfarë thot tani ai? Po i bish kurrë fare. Për mua nuk është më kjo jetë, nuk kam pse jetoj, nuk kam arsye, s'kam asnjë motiv. Ç'a bëj? I jap një fund edhe bi rehat. Nuk bie fare rehat. Aty pastaj fillon vërtet dhimbja, se kjo që kemi kalojmë ne këtu, kjo është një lodër para sa tjetrës atij që kalojmë atje. Prandaj bëni kujdes, durim. Çfarë roli luan besimi tek një njeri që mos shkojë deri në atë pikë, deri tek vetvrasja? A mund të jetë besimi lidhja më kryesore e njeriu që mos shkojë deri në vetvrasje? Ajo është bazë. Okej, ti thua pra dëshpërimi, mungesa e vlerësimit,
pesimizmi, ekonomia, situata të ndryshme, dobësi që ka çdo kush, domethënë në jetën e tij të përditshme. Po. Por a mund të jetë besimi, le të themi, ajo që i hell të gjitha këto, si i largon ose e pastron mendjen, shpirtin dhe zemrën e çdo individi për të mos shkuar deri në këtë lloj akti ekstrem, që të bie të gjunjëzohet edhe të tregot i dobët? Patjetër, besimi që dikush ka te Zoti përbën një fren shumë të fuqishëm për të parandaluar, domethënë, të arrisë në atë ekstrem. Sepse thua, domethënë, është Zoti që vendos. Ai e di që pse vlen kjo sfidë që po më ndodh, kjo vështirësi që kam në këtë jetën time. Ka shpresën tek ai. Edhe ajo e pengon që të kalon në këtë lloj ekstremi. Sepse tek ai njeriu ekziston shpresa. Shpresa ka të bëjë shumë rol të madh në këtë jetë përkohshme. Shpresa i mban njerëzit. Domethënë, kam ditë vështira, kam ditë të zeza, po kur ke shpresë, i ka përcen gjitha këto. Është goxha motivim që ti të vazhdosh. Po humbe shpresën, aty pastaj ti je i dorëzuar, je i zhveshur, nuk e ku të mbash, nuk e ku të kapish, je në ajër komplet. Por sa kohë duhet shpresoj njeriu? Se është edhe kjo pikë pyetje, se mund të jetë dikush që ndoshta edhe na ndjek, thotë ore kam gjithë jetën, kam gjithë kohës që shpresoj mes prova të ndryshme që kam kaluar dhe po kaloj. Edhe nga herë shef edhe shumë personale, gjithë ato se çka i ndodh. Pse vetëm mua mbijnë gjithë këto ngarkesat? Edhe shpreson, vjen moment thotë që shpërthen edhe me këtë akt ekstrem. Prandaj do shumë kujdes ajo që të parandalohet që në fillim, që në xanafill. Si mund të parandalohet, Alex? Ajo duhet kapur në fillim, por që duhet ketë një balancë që ta kundërshtoj këtë vendim. Duke patur gjithmonë shpresën, po humbe shpresën, humbe gjithçka. Jo, praktikisht domethënë, si? Çfarë do të bëj dikush domethënë që ta pastroj veten nga këto ngjyresat dhe energjitë negative që ja ushqen vetes? Për shembull, mund kemi rast që mund të jetë dikush që na ndjek që se ka fatkeqësisht domethënë në ditët ku jetojmë, prandaj bëra atë hyrjen e gjatë dhe po bëj këto ndërhyrjet e shpeshta që ndonjëherë edhe ju mërziteni kur i bëj këto, por duaj që përgjësia në gjithë se çka ndodh, bisedën që është me Aleksin, bie deri diku edhe tek unë, mënyrën se si zhvillohet edhe biseda që ta zbërthej edhe Aleksin që të japi atë mesazhin e duhur, që të zbërthet gjithë komunikimi, pra gjithë biseda, duke menduar gjithë ato pikpyetje ose pyetje që mund të keni ju. Se çdo kush, kjo jetë është sprovë. Tu biem dakord gjithë domethënë që jemi në fazë provimi, që çdo ditë, në çdo moment ne provohemi. Nga herë i kalojmë, është e stërvitje që kemi thënë me Aleksin, që ne gjithmonë jemi na kalisin këto, domethënë çdo sprovë, çdo gjë që na bie, çdo hall, çdo shqetësim që vjen, ne na kalon domethënë gradualisht që rritemi, pjekemi dhe forcojmë edhe besimin tonë dhe karakterin tonë, domethënë brumosim mirë. Por kjo nuk do të thotë që ti sa herë që ti burmosesh, forcohesh, nuk do të bien sprova të lehta, do të bien gradualisht vijnë sprova akoma më të mëdha. Se Zoti është edhe shpreha që çdo njeriu i jep ai sa mban, domethënë. Fiks. Pra, kjo nuk është se vjen se Zoti ty po të godet ose po të gjyezon, ose po të don të shkoj të çoj në atë rrugën e gabuar, domethënë. Po thjesht ai e sheh që ti e kalove me sukses të punëtari do t'japi ushtrim më të vështirë. Pra, e marrë sikur mësuesja, t'i japi një nxënës, t'i japi një ushtrim minimalist, domethënë, në fillim, por nëse e shef që ky e mbaron shumë shpejt, e kalon e bën, nuk pritet të t'japi një më të lehtë se sa ky. T'i japi diçka më të vështirë, që ta forcojë, që t'i forcohet besimi, të forcohen shumë gjëra të tjera. Por njeriu, se çdo kush si qenie është shumë i dobët. Pra, ku ndodh ajo, le themi, shkëputja e njeriut? Se po e shoh që thekson shpresën gjithmonë. Po kam përshtypjen që nuk është vetëm shpresa. Është çështje e besimit se si ne ushqim veten, është, le themi, na ka kap dikush në atë rrugën tonë, se bie pesimizmi, mungesa e vetmotivimit, mungesa e besimit edhe vetvete që është shumë e rëndësishme edhe kjo, po jo me kaluar në nivele ekstreme që të shkëputesh. Por deri diku edhe besimi ke vetë duhet, vlerësosh edhe veten, se të duash veten nuk ka asgjë të keqe.
Po, edhe kjo është një nga ato arsye, se unë bet njeriu dhe atë që pra, si mund të jam as kushi. Çfarë mund të sugjerojmë dikujt? Po, se ti duke thënë jam as kushi, ti deri diku mohon edhe Zotin. Po. Si mohon dhuruesin. Po, ai që të ka dhënë jetën. Ndërkohë që neve kemi vlerë të paçmuar në sytë e tij. Fakti që na dha jetën. Edhe prandaj aty fillon problemi. Kur njeriu shkoputet me marrëdhënien e gjallë që ka me Zotin dhe humbet shpresën ndaj planit të tij, aty pastaj fillon ajo procesi që ti do humbasësh veten. Je duke humbur veten ato momente. Po. Edhe njeriu po humbi veten, aty pastaj nuk ka më arsye, thot për çat jetoj, kjo jeta është gri. Kjo është gjë më e rëndë. Pra, për te pjesës vetvrasjes, kur ne themi për çat jetoj, kjo është diçka shumë e pakënaqshme, pak në botkuptimin tim edhe për krijuesin, për Zotin. Po. Ajo është ofendim. Ofendim, bravo. Është si po marrim atë krahasimin siç e nisëm, që ti dikujt i jepi dhuratë. Dhe ti thuash, kjo që ka kështu. Ndihet i ofenduar, ndihet i mërzitur, i përbuzur. Zoti nuk mërzitet se prapë mërzitet, po thjesht nuk është ja bën vetes vëllai ai ti dhuratën ti jashtë ku ja plasën surat aty dhe thu X nuk e du. Nuk e du. Po mi po çat jap më tepër unë tani ty. Ajo është. Të bëj Superman, çfarë të fluturosh, çfarë të bëj, të pasuroj, të bëhesh pasuri i botës, por nuk funksionon ashtu. Po çdo gjë është me merit. Pra ti çfarë po të bëndi? Ai na jep më të mirën neve. Po çfarë po bën ti për ta mbajtur atë? Më të mirën që po të jep. Po ti nuk e vlerëson më, thu nuk bën për mua sepse kështu për X arsye, edhe pastaj më aty ke dhënë se dhe puna e asaj, nëse njeriu arrin në dëshpërim, aty ai ka kryer një gjysmë vetvrasje. Bravo. Edhe pritet ta plotësoj pastaj me na i hedhin nga balkoni ose me na i aty është akti final pastaj, po puna është që kjo e keqja që ne ja ushqim vetes është prej kohësh, pra që ti ke lëshuar veten gradualisht, duke mos qenë mirënjohës, që çdo ditë je në këtë jetë. Pra ne harrojmë që të kthehemi, të themi pritëre. U zgjova sot që ne themi po smeci kjo, s'më ndodhi kjo, s'arrita këtë, sfitova këtë, s'bëra këtë, ti këtu, me gjitha këto që s'po të ndodhin, që s'po ndodhin ty, po imagjino dikujt tjetër si ka ndodhur fare si gjë tjetër. Pra ti shije pak në raport edhe me të tjerë. Shije me një cep tjetër botës që po ndodh luftë për shembull. Që ne themi kjo, s'kemi këtë, po vetëm duke ushqyer vetes energji negative, po kthehemi tek të mira ato. Ata që arrin deri aty, se duhet të thonë dhe kjo, thelbi që fillon procesi i këtij lëshimit vetes është një element, quhet egoizëm. Njeriu nga egoizmi, po pati egoizëm të theksuar, do futet aty të procesit pasaj që do humbasi veten, edhe në fund fare ka për t'ja japi atë goditjen përfundimtare. Që urojmë që kjo smundje, kjo plagë kaq e madhe, realisht edhe që është shtuar, siç e thash edhe pak më lart, që këto vitet e fundit, në këtë epokën moderne që po jetojmë ne, e shohim masivisht jo vetëm në përbot, por edhe në Shqipëri, për shkak të shkëputjes që kemi ndaj krijuesit, Zotit, dhe me veten tonë, por edhe me njerëzit që kemi rreth e qark vetes. Se edhe është shumë e rëndësishme ushqimi që merrni në përditshmërinë tuaj me njerëzit që rrethoheni, me energjinë që merrni nga ata. Nëse ti do të qëndrosh me njëri të dëshpëruar vazhdimisht, dhe ti nëse atij njeriu nuk i ndikohesh për mirë që ta ndihmosh, si nuk mund, ndoshta nuk je adapt për ta shuar, por ti mund të përfshihesh që të bësh atë keq siç është ai. Po. Ne mund bëjmë dy të keq, nuk është si dua të them të jap mesazhin që largohu nga ai që është i dobët. Por gjej formën që ta ndihmosh ose të paktën të e shef që tregosh edhe dobët vetëm, u bë dy veta pastaj. Kjo si mund të po çfarë mund të sugjerosh për këtë rast? Po tani njeriu si mund të jetë? Kur është në atë gjendje, njeriu që në energjike, domethënë përçon energji. Prandaj po them. Përçon ose pozitiv ose negativ. Nga momenti që unë jam në atë gjendje pesimizmi dhe dëshpërimi, atë energji do përçoj. Do ja përçoj edhe atij tjetrit. Nga mënyra se si i flas, nga mënyra se si qëndroj, ka ndikim tek ai tjetri. Ka raste për shembull që janë duke diskutuar dy shok me një lokal, aty zhvillon ato bisedat e tyre, do shohësh në fund fare tek ai tjetri, domethënë ky u ndjej i kënaqur kur u çua nga kjo kur mbaroi biseda, apo
shef kështu, domethënë është i shtrembruar, domethënë aty e kupton që ky tani mori dobi apo mori diçka që transmetova të keqen aty. E ngarkon dhe atë tjetrin ashtu pastaj. Edhe i largohet pastaj se thot tani ky në vend se ndihesha mirë, po më bën ndihem keq. Domethënë ndikojnë edhe element, edhe faktor të jashtëm. Duhet të bërë edhe kujdes, domethënë dhe me këtë që shërohesh. Se ka të bëjë dhe kjo. Po. Është përcim energjie gjithmonë. Edhe po domethënë boshti gjithë bërthama e asaj është egoja. Egoja është arsye e gjithë këqijave. Pamiu kryesor. Sepse thua tani ti, pse unë nuk kam atë të njëjtin sukses me atë tjetrin? Pse unë nuk po fitoj siç fiton ai? Çka ka ai më shumë se mua? Domethënë fillon të haj nat me veten e vet. Nuk e shikon domethënë atë që theq pari që zgjohem në mëngjes aty dhe thonë është një ditë shans i ri. Nuk e arritë dje, nuk e arritë pardje, po prit Allah se Zoti po t'jep mundësi prapë që ti ta rregullosh atë që nuk e rregullove dje. Të kompensosh atë që humbe dje. Vetëm fakti që neve arrim të zgjohemi çdo mëngjes, ne kemi një mundësi, na jepet një mundësi e re për të korrigjuar gjëra që nuk i kishim gabim deri dje. Edhe po është gabim, edhe bëjni kujdes mos krahasoni suksesin dhe ecurinë e tjetrit me të tjerët. Me veten. Me veten, Allah, do thënë secili ka riskun e vet. Ai ka një arsye Zoti pse ja ka hapur rrugët atit, pse ja ka mbyllur atit, se ka një diçka. Zoti të hedh me një dorë për të pret me dorën tjetër. Po për çfarë arsye bën këtë? Se është shprehje që përdoret shumë kjo, Alex. Për çfarë arsye ndodh kjo, që thonë që të hedh me dorë pret me dorë tjetër? Po, për çfarë i bën Zoti, domethënë këto lëvizje le të themi? Që të na kalisi. Është si puna e saj, se ti mori për shembull shkollën. Mund të marrim edhe për shembull atë palestrën atje, që e nis gradualisht me ato girat e vogla, pastaj kalon te shtangat, i shton më shumë ato peshat, edhe kështu avash ndodh ajo gjë. Tani, disa njerëz fatkeqësisht nuk janë të gatshëm që të kenë atë disiplinën që të rriten avash gradualisht. Si nuk janë të gatshëm? Çfarë do të thosh me këtë? Nuk e kanë atë durimin. Po mirë, ne pak më lart sapo tham që Zoti nuk jep askujt aq sa mban, më shumë se sa mban, ndjes. Këto nuk duhet të përgjigjen. Si nuk është i gatshëm? Si nuk është i gatshëm, është shumë kontradiktore kjo. Nuk duhet ta mbaj këtë peshë, refuzoj. E refuzon, po, por Zoti e di që është i gatshëm. Por thjesht ti nuk po e lejon vetes për ta mbajtur atë se ti don gjithmonë të justifikosh, don gjithmonë që të mos kalitesh. Pra njerëzit janë të rritë, nuk e duan të pozicionohen aty dhe them, "Okej, unë e mora atë dhuratën, por nuk dua që ta meritojnë, nuk duan ta meritojnë domethënë." Janë në një lloj portacie, po. E lëshojnë vetëm. Nëse kjo jeta është kështu, domethënë, pra çdo kush do ta meritojë këtë jetë. Nuk e di si është kjo. Po duke mos i ditur këto gjëra që Zoti na jep ai sa mbajmë. Kjo është baza. Po duke mos e ditur këtë gjë, ti fillon të hani natë me atë vendin. Ke parasysh atë qeni që gjimon bishtin e vet, e në atë fazë kalojnë njerëzit. Aty thotë, dalin ato pset si kërpulla pastaj. Pse kjo, pse ajo, pse nuk mbarojnë ato pset. Prandaj e themi vazhdimisht, sa më të thjesht, kur njeriu është i thjesht, që mjaftohet me pak gjëra, është më i qartë, është me këmbë tokë, nuk fillon të bëj krahasime që ai tjetri është më i arrir, unë jam këtu ku jam, s'po mecën jeta. Po mos e ngarkoni vetëm me negativitet apo. Jetoni thjesht apo. Po, mos e ngarkoni me negativitet. Okej, jam dakord. Por këtë me pjesën e thjeshtësisë, do të thotë se është relative çështja e thjeshtësisë. Se edhe Zoti patjetër e do të bukurën, e don edhe njeriu e tij që të ecin, të ecin në jetë. Por thjeshtësia çfarë nuk kupton, që mos edhe ndoshta edhe keq kuptohen me ke njerëz, se mund të thotë edhe dikush që unë dua që të jemi arrirë në kuptimin që kam qenë para 2-3 vitesh, 5 vitesh, 10 vitesh, që vendos ato objektivat e veta, por synoj që nesër të jem dikush pak më i plotësuar, të jem më një profesionist më i suksesshëm, të kem arritur diçka, pra të ketë ato sukseset e veta në jetë. Por a mund shkojnë bashkë këto të dyja? Po mund shkojnë. Pra nuk ka asgjë të keqe që dikush të heci, të vlerësoj veten, të ketë diçka. Jo, asgjë të keqe s'ka. Se ke në këtë kuptim domethënë. Jo, absolutisht. Të kesh synime, të kesh plane për ta. Ambicie, për shembull. Edhe ambicia si sot ka marrë një konotacion tjetër. Për shembull, pra se kur kërkon më shumë se që i shtrin këmbë më shumë se ç'ke organi pastaj, kalon përtej asaj tek kuptim ka marrë fjalë ambicie. Ambicie, por ambicia nuk është e keqe, nuk është negative, të kesh ambicie, ti je kërkues ndaj vetes, edhe
të synosh të ecësh përpara, nuk ka asgjë të keqe. Jo, absolutisht. Kur themi por kur ajo ndikon për të ndryshuar dhe dëmtuar në karakter dhe në personalitet, ajo është dëmshme. Aty fillon problemi pastaj. Tani kur themi thjeshtësi, të mjaftosh me atë që ke. Nuk të eci valla. Domethënë i jep një mendje të lehtë asaj gjëje. Nuk është se të fillosh tani ta vrasësh mendjen dhe fillosh tash inat me veten. Po fillove tash inat me veten, aty pastaj ke filluar i e futur te ajo procesi aty, edhe ajo zhvillohet. Se fillot gradualisht, siç ndodh me gjithçka, gradualisht rritet. Edhe kalojmë pastaj në ekstreme. Pranoje ashtu siç të vjen. Merre ashtu siç të vjen. Nëse neve arrim që ta thjeshtësojmë sa më shumë të përditshmën tonë, atëherë jemi njerëz të shëndetshëm mendërisht. Nuk do kalojmë pastaj të kërkojmë gjëra, se tani është kjo e keq atë, i duan gjëra të shpejta. Dhe shpejta, po. Sidomos sot rinia e sotme është kthyer në model kjo pjesa e kësaj që ti thua ore, prit se të arrish aty, ti thot dikush tjetër që ka kaluar ose ka vite mbi supë, që ka punuar, ka çarë, ka ecur. Jo, po çe, po ku e bëj dot atë? Pra që ti thotë se do të ndjekësh te rrugë ose të japi le të themi një shembull të vetes ose dikujt tjetri. Po jo, se është i shoku im, ai heci këtu, ka bëu këtë, kanë këto modelet e legut shpejt, e pushtetit shpejt, rritjes shpejt, e lehtësirave pa mundim. Ja, nuk shkon. Pa lëviz funksionon ashtu ajo. Këtë duhet kuptojmë. Po nga që nuk funksionon ashtu, futet pastaj elementi i egos e thot, jo, ashtu duhet të funksionojë sepse ashtu du unë, ashtu e shoh. Po jo, valla. S'ka ne pse të kalojnë, domethënë të bëjnë krahasime. Ai ka riskun e vet, ti ke riskun tënd. Mba atë që ke, ai atë që ka. S'ke pse tash inat. Kur han inat është ajo egoja. Prandaj egoja është e keqja e gjithë këqijave. Domethënë është baza e gjithë këqijave. Është e kundërta e thjeshtësisë. Po ishte i thjesht, gjërat i pranon siç të vinë. Je me këmbë tok, i pret gjërat siç të vinë, edhe e flemenjen. Domethënë nuk i ndërlikon, gjërat i ketë qarta. Më të rrezikshme kanë ato që kanë arritur një stad, kanë arritur në një nivel. Se lejojnë do të vetes ta pranojnë atë siku. Po. Edhe kur nga që jeta ka surpriza, vjen një moment, domethënë që ajo lartësia ti ku gjendesh, do fillosh të biesh në një moment. Për shumë arsye. Ke për shembull një biznes, po fiton një qerë me para. Ti je mësuar që jo ta mbash aty nivelin, po të shtosh akoma më shumë. Po vjen moment. Ndodh që nuk të shton valla, madje po të paksohen. Ai tani fillon hani nat prap. Tani pse s'po mëso biznesi, fillon e hallakatet, e zgjerohet, e hapet, bën çmos që të kapi atë të njëjtën volum fitimi. Aty pastaj ai shpërndahet, nuk është i qartë, humbet atë qetësinë, humbet atë synimin e qartë që ka atë planin që ka ndërmend. Edhe aty pastaj fillon mrzitja si fillim, humbet gjumin, nuk do të ketë kontakt me njerëzit, se mendja vazhdimisht i rrin aty te fitimi. Ato janë më të predispozuar që të kalojnë tek ajo pjesa që në fund fare pastaj të çon të shkatërrimi. Si janë mësuar që të kenë vazhdimisht fitim. Po kjo për shembull rënja, siç e morë shembullin ti që dikush që ka një biznes, ai synon që të rritet më shumë, por i ndodh e kundërta që ai i bie domethënë biznesi. Kjo vjen si sprov ndaj Zotit për shembull, do më e pa njeriu e tij që çfarë vendime do të marrë, sa i dobët do të tregohet. E lejon Zoti që të ndodhi kjo gjë në jetën e tij, sepse ka parë që ai njeri që kërkon vazhdimisht të shtojë ato pasuritë e veta, ka kaluar shpresa e tij në materje, në paran. Ka krijuar një Zot tjetër. Po, që nuk ka për të nxjerrë në asnjë vend, se s'ke për të marrë me vete. Edhe të jep këto goditjet në thonjza, që ti të vish në vete, edhe të ulesh tokë valla se je ato shuplakat e vogla, të lehta. Bravo, ato shuplakat, tamam. Siç na bënin baballarët tan kur ishim të vegjël. Shkoshim bëshim në i trazir neve, na jepte na i shpull nga dashuria që neve të vim në vëtë më shko. Pra, domethënë me shembull që morë. Fren. Me shembull që morë, pra kur dikush, për shembull si shteti që ka një biznes, po ecën, po i ndodh diçka që si ecën një biznesi ose po i dështon, le të themi. Kjo është shuplak që Zoti ty don që të përmirësoj, që të kthej në njëri, domethënë tamam se ti je shkëputur. Po t'jep një shans në ato momente.
Po ti jep një Po të bën një të mirë domethënë me se këtë. ke marrë. Ndërkohë që ne e shumë shohim mirë. si të keqe. E Po. shohim si të keqe këtë gjë. Prandaj po them, shpresat e Zotit na frenon nga shumë pafundësi të këqiash. Po pse se lexon njeriu këtë Alex? Po sepse ai ka shpresat e materia. Kujton se paraja do i zgjidhë gjithë problemet. Po nuk është ashtu. Domethënë, historia ka treguar, jeta që jetojmë, ka treguar domethënë që kanë pasur njerëz shumë të suksesshëm dhe kanë përfunduar lypsa. Domethënë, jeta ka kthesa, ka surpriza, nuk i dihet çfarë ndodh nesër pas nesër. Nuk i dim çfarë do ndodhi mbasi ore. Prandaj duhet jemi sa më të thjeshtë, domethënë të jemi sa më të qartë, ta hedhim hapin një nga një më burr. Ta duan mi bë hapat 10 nga 10. Edhe pastaj mërziten. Pse s'mo eci më kjo? Pse? Po ju hyri për procesit të pses, aty ke marr fund pastaj. Se do përgjigje për gjithçka, pse. Edhe janë përgjigje që s'kan lidhje me atë, me rritjen tënde si njeri, që ti të kalitesh. Se ajo pseja e ndërpret atë procesin. Në vend se thuash, merdi kështu, falenderoj Zotin. Sepse ka një arsye pse e lejoj të ndodhi në jetën time kjo gjë. Bravo. Kisha marrë rrugën e gabuar. Po më fut në vi. Kjo është më mira që gjithmonë duhet ja kujtojmë vetes. Sa herë që ndodh diçka, që ne mendojmë që po na dëmton, po na shkatron, apo po na çon në pikën e parë ose ku ishim ose fundore le të themi, se kështu e shohim se është na duket dështim i madh, domethënë. Po në krahasim me të tjerët, ndoshta ti je shumë më lart. Se mund të kenë tjerë që janë akoma më në ekstrem, më në vështirësi me jetën, mund të vuajnë një smundje, ti merresh me materien. Po. Ai është duke u përpolitur në dyshek, duke u rrequr atje prej vitesh, edhe s'po gjen dot s'po shefi dritarin ose dikush që është dënuar, domethënë në burg prej vitesh, ti krahasohesh e çon veten tënde sikur je në ditë të fundit edhe po mbytesh nga ajo. Po. Gjithmonë kujtoni atë pjesën që ka dhe më keq. Ka dhe më keq. Pse s'me këtë krahasim? Pse krahasohesh me atë tjetrin që është suksesshëm për shembull? Me këtë krahasim këtë s'ka komet. Pse s'ta ndos, patjetër, se po nuk dua që gjithmonë i ruajmë kësaj pjese që mos dukemi sikur po japim mend edhe sikur ne jemi të paprekshëm, sikur ne nuk jemi dobët edhe jemi të fortë. Çdo kush nga ne është i dobët, Alex, edhe ne, edhe ti edhe unë, na ndodh që të bien prej kësaj, domethënë që po të dobët jemi ne, diskutoj fare ajo. Por si duhet ne që ta kontrollojmë vetë energjinë tonë, emocionin tonë, ngarkesën që na vjen, se patjetër që kur ti jepesh diçka përkushtohesh, normalisht ke edhe një nat brenda vetes kur ndodh diçka që nuk shkon, domethënë. Ai nati më burr. Ai është i keq, ai është i keq. Po si mund ta largojmë më burr? Si mund ta largojmë në moment ose si kështu kur flasim distancë, edhe dikush që po na ngjon thotë jo, po si mund të jetë në këtë lloj doza ose në këtë lloj energjie negative që mund të kenë ndodhur diçka dhe vazhdon, ka mlef, ka urrëtie, ka xhelozi, ka gjithë ato ngarkesat negative, po si mund ta largoj? Si mund ta zgjoj veten që thotë prit, jo, se po bëj diçka të keqe që po e përkeqësoj akoma më shumë situatën. Që ti thot vetes që nuk je qendra botës. Ti thot vetes Paftofi veten. Ti thot vetes se vëllai nuk rrotullohet gjithçka rreth teje ur. Po njeriu që ka rënë atë krenari të mallkuar, që edhe ëngjët i rrezoj nga qielli, jo me njeriu se çfarë mund t'i bëjë, ai shkrin fare. Ai duke menduar se gjithçka rrotullohet rreth vetes vet, ai nuk do t'ia di a ecën ai tjetri, a ka buk të haj, a ku dëgjon pafund probleme, ai shikon nuk më intereson fare valla. Unë duhet thjesht shoh veten time thot. Duhet ta shoh sa më mirë, sa më lart mbi gjithçka. Kupton? Krenaria është djallëzore më burr. Kurse përulësia, thjeshtësia është hynore. Kto zgjedhin ata që i përshpërit atje, jo se ti je i veçantë. Ti mund të bësh gjëra më të mëdha. Se mos ta rënë këtë elementin, janë ata që të përshpërisin atje dhe të mbushin mendjen me gjëra që s'ka lidhje fare me ty. Po ti i beson. Edhe aty pastaj ti rroshket. Po rujtë thjeshtësinë, gjërat do i kesh më të qarta. Ka dritë në horizont. I mirëpret sfidat që të vinë në jetë. Thua, kështu deshi Zoti, qoftë e bekuar. Po jo tash i nat. Po ngri i nat aty pastaj fillon procesi smundjes. Ajo njëra sjell tjetrën, pason njëra tjetrën, është zinxhir ajo. Siç është e mira që njëra e mirë sjell një të mirë tjetër, kështu është edhe e keqja, një e keqja sjell një të keqe tjetër. Edhe janë të dyja në rritje, varet çfarë do zgjedhësh.
Tani po zgjedhë të mirën, do të çohesh, po zgjedhë të keqen, do fundosesh. Fatkeqësisht, njerëzit nga që shpresën e tyre kanë te materia, kanë zgjedhur këtë krahun që realisht po I fundos. Të jep një sfidë Zoti dhe po të paralajmëron. Je duke ecur keq fare. Do përfundosh keq. Të jep një shpull që të vish në vete. A ka njerëz sot në botë, Alex, që thon sa mirë që Zoti më dha këtë provën? Këta janë lulet veçanta pastaj që kanë atë lloj përballimi. Deshi Zoti që më të ndodhi kjo në jetën time. Edhe ai e stakon, ajo kur thua këtë gjë që ai ka kontrollin e jetës time dhe e ti dorëzohesh aty. Po, a ti dorëzohesh? Po, duhet të kemi kujdes me këtë shprehje që sapo thash se ka shumë njerëz që fatkeqësisht me lojat e fjalëve që përdorin kur takojnë njerëzit që thon, madje janë disa grupe që dalin në trokasin nëpër banesat e në familjet e shqiptarëve që thonë që dorëzojë Zotit edhe madje pa e përmendur fare emrin se kuptonin fare mirë se për kë kanë fjalën. Madje ato thonë që edhe ti po të vetë flijohesh, po të vritesh, po të bësh kryesh vetvrasje, thonë që ti shkon takon direkt Zotit dhe ringjallesh, domethënë. Po. Domethënë kjo është pra dorëzimi tek Zoti është ti të dorëzohesh në kuptimin me atë se çka po flasim në gjithë këtë bisedë me Aleksin është ti dorëzohesh atij, mos prekupohesh kaq shumë për këtë jetë. Patjetër ti ta jetosh të jetë, të merresh me këtë jetë, po jo ta lidhësh direkt me materien, pse s'po më hecën kjo në këtë. Kështu ka qenë shkruar, kështu ka qenë e vendosur nga vetë Zoti, ky ka qenë risku që më ka caktuar ai. Nuk është e shkruar e caktuar, ai ka lënë të lirë, se po të ishte e caktuar dhe e shkruar I bite pastaj që të ishim ngado që të rrotulloheshim ne me një vend kishim për të shku. Kemi liri absolute. Po atë lirin pastaj po abuzon. Si çfarë thotë kjo liri absolute? Si liri absolute mund ta thotë dikush që edhe për jetën time mund vendos po vetun. Po. Meqense që mos largohemi edhe nga tema, pra, nga vetvrasja. Përderisa ki liri absolute do thotë që ti e ke të pa përcaktuar apo jo. Dhe pa përcaktuar është edhe për vetvrasjen. Shiko, tani ke lirin absolute. Po kjo nuk do të thotë që do abuzosh me atë liri. Menaxhoje siç duhet, jo keq menaxhim. Po që ta menaxhosh siç duhet, duhet të kesh bazën e disa rregullave. Se edhe liria që të quhet liri, duhet të funksionojë brenda disa rregullave. Gjithmonë duhet të ekzistojnë rregullat. Po nuk pati rregulla kemi kaos. Aty pastaj nuk dim ç'a bëjmë, nuk dim ç'a duam, nuk dim ç'a zgjedhim, nuk dim ku po shkojmë. Duhet të ekzistojnë gjithmonë rregullat. Se Zoti është I rregullave, ai tjetri është I kaosit. Edhe ne humbasim veten kur nuk veprojmë me disa rregulla të caktuara. Se tani vërtet ti ke lirin, po s'e shkosh të drogohesh atje. Ti fushësh bësh tap atje, trafësh grun. Edhe çka trosh familjen, aty lesh lekë të bigjoz. Kupton? Ky është abuzim I lirisë. Domethënë çdo lloj forme abuzimi nuk të nxjerr askund. Madje të nxjerr në humbje, që jo askund, po të nxjerr në humbje. Abuzimi është I keq në çdo drejtim. Prandaj duhet ta mësojmë se si ta përdorim atë liri. Është shumë e çmuar se si ta përdorim, por që ta di se si ta përdorësh, duhet të ndjekësh atë rregullat të atij që na e ka dhënë këtë liri. Unë këtu jam. Rregullat janë këto. Nëse do që të ecësh përpara, domethënë në kultivimin tënd, në kalitjen tënde, se përpara disa kujton se po. Se të thonë disa që të ecësh përpara, do të jesh 2 milionë euro, po. Por nuk është kjo ecje përpara. Ajo është thjesht një arritje një sektorit tënd konkret. Por nuk është absolute. Absolute është vetëm ajo që thot Zoti, rregullat që e ka vendosur për ne. I ka vendosur jo që të na kufizoj. I ka vendosur që të na arrisi, që të na mbrojë. Rregullat janë për të na mbrojtur, jo për të na kufizuar. Po njerëzit duke humbur atë kontaktin me këto rregullat hyjnore, që janë për të mirën tonë, jo për të na kufizuar, aty pastaj ti po ecën qorazi. Je duke ecur në errësirë. Dhe kur njeriu ecën në errësirë, normal që do të rrëzohet. Nuk ka një shin, nuk ka ato tabelat. Dhe këto rrëzimet, nëse nuk të shërbejnë për të kalitur, për të forcuar, ato shkojnë në atë disfatën e madhe për të marrë vendimin deri tek vetvrasja. Po, kjo është ajo ekstremi i ekstremeve, që është pika më fundore
vendimit ose mendimit më të rënd të njeriut. Po. Por qëndroj e theksoj këtë, gjithmonë egoja është baza e gjithë këqijave. Se thot tani, ajo shoqëria s'po vlerëson, familja s'po vlerëson, ato njerëzit e punës s'po vlerësojnë. Po më çfarë pastaj se nuk të vlerësojnë apo nuk ka rëndësi të vlerëson tjetër apo nuk të vlerëson. Madje nuk ka as rëndësi nëse unë e vlerësoj veten time. Rëndësi ka nëse të vlerëson Zoti. Se çfarë thua ti për mua s'më intereson. Më intereson çfarë mendimi ka Zoti për mua. Se tek e fundit ai do vendosi, me atë do kem lidhje në përjetësi. Do kem lidhje me shokun, me shoqen, me shtëpisa ku dëgjon. Mendimi i tij është ajo që neve duhet të synojmë. Dhe kur zbatojmë ato që ai na ka vendosur, aty pastaj neve jemi komplet larg çdo stresi, larg çdo problemi, jemi të qetë. Bëjmë një jetë thjesht. Pa ndërlikime. Pa e mbivlerësuar ato forcat tona. Se siç e themi vërtet të dobët. Neve Zoti na ka thënë troç te Ungjilli, asgjë nuk mund të bëni dot pa mua. Edhe ata troç fare. Tani unë këtë e pranoj, sepse po nuk më dha ai fuqinë që unë të eci përpara, por të kalitur shpirtërisht e kam fjalën përpara, po nuk më dha ai fuqinë, unë jam komplet në ajër. Nuk më mban asgjë. Po nëse kultivoj marrëdhëniet me atë duke zbatuar porositë e tij, atëherë unë quhem njeri i suksesshëm. Po bota çfarë po bën tani? Sistemi i gjithë kjo siç është ndërtuar, do të mbushim mendjen që suksesi dhe gjithë arritjet që ti mund të kesh janë të kufizuar në këtë botë. Çdo gjë është këtu. Kjo është gënjeshtra më e madhe. Po nuk arrita unë të kem sukses këtu, atëherë jam i dështuar. I dështuar është ai që s'ka Zot. Ai që nuk ka shpresën tek ai. Po humbe shpresën te Zoti, do biesh në duart të atij tjetrit. Se ti nuk po e kërkon ndihmën e atit. Por kërkon ato përshpëritjet që të bëj ky tjetri. Edhe ai nuk ka shok. Aty po ju afrova atit ai të shkrim. Kështu njerëz, edhe bëjmë që kujdes me atë vetbesimin e tepruar. Duhet të deri diku dhe ajo me mas, çdo gjë duhet të jetë me mas. Po kaluam domethënë ti mbushim mendjen vetes tonë që çdo gjë e arrim me forcat tona, fund je i vdekur dhe s'e ke kuptuar. Duhet kemi lidhje me jetën që është vetë Zoti. Po e patëm shpresën tek ai, çdo gjë do jetë e lehtë. Çdo sfidë që do na vi do e mirëpresim. Nuk do na fillojnë ato pse jo, po pse nuk më bëhet mu kjo, ajo pse ja është kataruse. Duhet themi gjithmonë Zoti deshi kështu, qoftë e bekuar, pik maroj, aty pastaj ti e ndërpret, se bëra të pyetën në fillim, po si mund ta parandalojmë. Kjo, deshi Zoti kështu, qoftë e bekuar, pik maroj. Po s'vjen mend, pse s'vjen mend në atë moment? Kjo ishte pyetja që po se ai e ka lidh atë shpresën e tij e ka lidh te materia. Nuk mund të shkojnë të dy ato, si na thot Zoti atje, nuk mund të shërbeni dy zotërinjve. Edhe Zoti i qiellit edhe paras, e thot Mamonai aty. I kishte fjalën për paran. Po si mund ta shkëpuzësh, si mund ta rikujtosh në vendimin ose momentin më kritik të vetes që ti merr vendim kaq ekstrem, domethënë, tek vetvrasja. Por ai kur gjatë gjithë jetës së tij s'ka pasur një lidhje të gjallë me Zotin, normal që ka përshkuar atje pastaj. Se ka njohur, nuk i ka interesuar ta njohur. A ka një moment para se dikush të shkojë, pra se ajo gjithë ideja jo vetëm kësaj teme, por edhe temave tjera është që të shërbej sa do pak tek njerëzit, është që të paktën ne të përcjellim edhe përveç mesazhit, jo të zgjidhje se s'po marr guximin të shkojë deri aq lart të them se po japim zgjidhjen ne këtu, por a ka diçka që ne mund të sugjerojmë dikujt ose edhe vetes tonë që a ka një pikë që para se shkojë deri tek ai pesimizmi ekstrem dhe të merret vendimin vetvrasjes që dikush mund të kthehet mbrapsh. Pra çfarë duhet bëjmë para kësaj? Para se shkojmë deri ke ajo gjë. Se po shkove deri aty, pastaj aty është vështirë, mendja bllokohet, interesohet. Po çfarë duhet bëjmë? Ku duhet kujdesemi që mos shkojmë deri tek ajo pra? Që mos bijmë te pesimizmi ekstrem. Po te shpresat e Zotit ajo është baza, po të them. Po nuk e pa te këtë, do të vinë gjithë ato këqija të burr. Aty ke hapur derën gjitha llojet fatkeqësive. Okej.
Thot tjetri, mirë, po i kthem Zotit, po shpresoj, po i lutem, po besoj, po i bëj gjitha këto, po prap vazhdojmë valla jam keq. S'po më jep shenjë, thot për shembull. S'po më lëviz gjë, jam akoma rënd. Atë në atë fazë jam tani këto kohë të fundit, domethënë po ndjes sikur më janë mbyllur të gjitha dyert. Okay. Kupton? Po jam në atë fazë tani. Po kjo Zot thotë që unë tani filloj të ngarkoj, të mbi ngarkoj vetëm unë me ato pset. Kështu do Zoti, kështu do bëhet valla, qoftë e bekuar. Shenjë Perëndi. Duke patur atë una, jam në gjendje 100% no stres. Je shkoj me çaj energji po flas tani, megjithëse më jam mbyllur gjithë shumë dyer tani. Tani zoj lëshoj veten valla. Është ai që po e lejon këtë. Si duket, po parandalon një të keqe. Edhe po më mban në këtë fazë. Kështu e lexon ti. Po, domethënë më ka siguruar. Po mirë, po kujdeset. Ti çfarë po bën vet për shembull? Përveç kësaj që ti po i dorëzohesh Zotit, me këtë që thua që është caktimi i tij kjo që po ndodh, por ti vet çfarë po bën? Për shembull për këto dyert që po thua. Kam bërë disa përpjekje për shembull, edhe nuk është hapur, nuk është realizuar. Një herë, dy herë, tre herë, po domethënë u bë si gjatë këto vite të fundit. E po them ndonjëherë se si njerëz do bëj që jemi. Patjetër. Po pse kaq ngecje më burr? Edhe ka ngec rrota mbalte burr. Shkon mendja aty, e mendon këto gjëra. Pse s'po më hapi rrugë dhe mua Zoti? A shef që edhe ti teksa po e shpjegon këtë? Pse pse? Po e ndaloj të pse a parë. Është ai parandalimi që në fillim. fillim. Po them bravo, kjo është. E kupton? Pra si mund ta kapësh veten se robi zhytet kjo gjë, të përfshihesh si njerëz jemi, më dobët kemi emocion, përfshihesh tek ajo. Po përfshihesh, qoftë ke mira, qoftë ke keqja. Por në këtë rast për shembull ti vet sado që i thua këto gjëra, ke momentin tënd të dobësisë. Po unë qëndroj të pse a parë, se po u kaloj te e dyta dhe te e treta kanë për të bërë 300 pastaj. Po. Kapte të parën se thej domethënë si parandalohet, vetëm në fillim parandalohet ajo. Është si një keqe e vogël që shkuet, domethënë është si një pemë valla. Kur e sapo e ke mbjellur ka arritur në një gjatësi të caktuar, atë e shkul me një dorë. Po parit ajo të bëhet pemë, se shkul dot me atë. Prandaj kap qenë fillim. Vërtet un kam atë si njeri dhe un kam atë dobësitë e mia dhe them atë pse në parë. Po pastaj i jap dhe përgjigjen asaj pse s'e parë. Sa i jap atë përgjigjen asaj pse s'e parë, aty vjen paqja direkte. Kështu do Zoti pik maroj. Po efekt, po nëse njeriu ja thot vetes së që kështu deshi Zoti, aty je në gjendje 100% no stres. Edhe sikur i zhytur të jesh komplet, thua, ai po ma shikon dhimbjen, ai po ma shikon mundimin. Është ai që më menaxhon jetën time. Nuk i lën hapësirë pesimizmave, pakënaqësive, të sfidave të jetës. Po i le hapësirë, duke i dhënë përgjigje ti vet problemeve, aty fillon problemi pastaj. Sepse ti tregon që beson te vetja jote, te forcat e tua. Realisht është egoizëm ajo gjë. Si në ç'kuptim? Është egoizëm nëse njëri thosh, "Ok, po i dorëzohem Zotit, s'po më hapin to dyert, po pozicionohem aty, s'po bëja si lëvizje." Jo, ti përpiqesh do i vazhdosh, do të qëndrosh me vend. Po, jo po tërhiqesh se unë i bëra timen, tani i bëj ti. Jo, të bëj më tjetër se gjithë dyert që i provova ishin mbyll. Kështu që e ke ti në dorë, po më hape. Jo, përpjekja duhet të jetë gjithmonë. Do vazhdoj akoma, ti s'do të mërzitesh as nga përpjekja, do vazhdosh të insistosh. Po. Apo jo? Sigurisht. Po, gjithmonë duke shpresuar që të hapen dyert, edhe duke u lutur edhe Zotit. Ai Zoti luan dhe me kohën, ai të jep më të mirën në momentin më të mirë. Prandaj është e rëndësishme që të pozicionohemi në beson në planin hyjnor. Nuk kemi jetim në këtë jetë. Nuk mbim, deshja ai se po mos doj Zoti që të vi dikush në këtë jetë, nuk ndodh, le të përpiqet çifti sa të doj. Po nuk dha okay ai nga lart, nuk vjen në këtë jetë, harroje. Nga momenti që ai vendos të vish në këtë jetë, ka marr përsipër kujdesin ndaj teje. Se jemi fëmijët e tij burr. Domthon kemi aty e prind, unë s'jam bo prind. Lavdi Zotit je bo prind. Ti do më të mirën për fëmijët e tu. Imagjino tani ai që është i përsosur, i perfekt, i absoluti, sa herë më shumë e do ato të mirën për neve. Kur pozicionohemi kështu,
aty pastaj jemi fluturojmë duke mos patur asgjë. Duke mos patur asgjë i kemi të gjitha. Si mirë në kujdesin e tij burr. E di ai pse ndodh kjo gjë. Por njës duke mos e patur këtë pozicionim, këtë lloj qëndrimi, duke besuar te vetja atyre, aty nis procesi i tatapjetës. Sepse ai njeri është egoist, çdo gjë e lidh me forcat e veta. Duhet t'i përballoj të gjitha sfidat me forcat e mia. Po prit valla. Predheu jemi. Çfarë forcat e tuaja? Ai Zoti është protagonisti kryesor. Po nuk të dha krah ai, nuk mund të bësh asnjë hap. Edhe kur ecim rrugës. Po nuk desh ai nuk e hu dot hapin ti që ti afrosh një objekti. Alex, unë pak më lart thash që teksa shtrova si pyetje dhe ma konfirmove, në the që edhe në kohë të lashta ka pas ekzistuar vetvrasja. Sot bjem dakord, jo vetëm ne, po të gjithë e shohim që është kthyer si trend, domethënë si zgjidhje e pazgjidhshmes. Se është një zgjidhje e pazgjidhshme, si kjo gjë apo e zgjidhen në atë formë, domethënë me vetvrasje ti s'ke zgjidhë, thjesht aty ke voka pagun, u shmyll domethënë gjithë situata, s'ke ça shef më domethënë, por duke parë me këtë që si ka shkuar bota, sistemi, globalizmi, që thon to kapitalizmi, që vjet re më shumë kjo ndarja e theksuar midis klasave, pra nuk po ekziston më klasa e mesme, por ka shkuar ato që janë në ekstrem në varfëri dhe ata që janë në ekstrem në pjesën e pasurisë, domethënë. Po ky është plani. Të zhduket shtresa e mesme. Shtresa e mesme. Sa ka ndikuar kjo tek vetvrasja, për vetvrasjet, në shtimin e numrit të vetvrasjes? Shumë ka ndikuar, sepse një nga arsyet kryesore që njeriu arrin në atë ekstrem është mungesa e ekonomisë. Sepse jeta tani është vështirësuar. Edhe duke mos u plotësuar gjërat bazë të jetës, njeriu nuk shikon më drejt fund tunelit, shpresë, nuk gjen më rrugëzgjidhje. Edhe thotë nuk kam arsye, bllokim. Edhe unë bllokim tani, ç'ti bëjmë ti afuz vetes? Po ato duke mos e patur këtë pozicionim, këtë qëndrim që po diskutoshim deri tani, shpresa me të madhin, aty pastaj fund. Pra ndikon kjo luan le të themi rolin më kryesor? Ekonomia, po. Ekonomia, po shumë biles. Shumë. Tani thot ai tjetri s'ka ku çoj parat atje, po shton ato shifrat atje në për bankët e Zvicrës, sa ku dëgjon, po bën pallatin e tretë, po blen makinën e pestë, ku dëgjon, kurse unë numër 200 lekëshet. Po mirë, mund thot ai që ka bler makinën e pestë, ka bër pallatin e tretë etj. Thot po unë i bëra fal zotësisë time. Pse ti du të krahasohesh me mua, domethënë? Po ky është problemi pra. Ktu është ku futet ajo egoja. Tani ai shkon e krahasohet me atë, po ai valla mund të ketë bërë dallavere apo. Pra dalim edhe ke pjesa e modelit që është krijuar sot. Po krahasimi i gabuar. Po. Pse i bën këto krahasime të gabuara domethënë? Ai ka riskun e vet. Kush e di si i ka bërë ato? Po. Puna e tij se si i ka bërë, do japi vet llogari ai. Ndoshta mund të ketë edhe jetë më të vështirë, më me shumë sprova, ndoshta s'është mirë. Në shumë gjëra të tjera. Po patjetër. Ti ndoshta ai do të xhelozonte. Do mendonte thotë, ha sikur ti me dhunë, tim si Aleksi, valla mos kem këto ngarkesat e gjëra të tjera, këto prokopite. Mos i bëni. Pra mos i lakmoni atë të tjetrit. Po fiks. Mos i bëni këto krahasime. Pse është komplet bosh, komplet e kod, domethënë se nuk e di se çka pas asaj. Se ti futemi çik dhe kësaj pjesës si psikologjistë, atyre që kanë 3 pallate dhe 17 makina, ata më besoni, ata kur nuk e bëjnë gjumin e qetë. Që është shumë e rëndësishme. Ata nuk e kanë paqen. Ata nuk bëjnë një ditë normale më dha. Ato e kanë vazhdimisht këto që mblodha. Miku ajo se ka patë s'bon atë. Po, lash mangut këtë, se po të kisha bë atë tjetër, do kisha fitim më shumë. Ata janë kudo përveç tek vetja tyre, ata të shpërndar. Ato s'janë askund, vetëm pllumat janë. Do ato mund të jenë edhe unë, çdo kush nga ne, se mos duket se ku po dukemi, se ku po gjykojmë të tjerët, por ai njeri që është kaq i hapur dar, kaq i shpërndar, kaq pasi fiksuar pas tyre gjërave, ka këtë ka atë, ai është diku po s'është askund. Është gjithkund. Është naher komplet, domethënë. Po ai e ka humbur vetë. Po me fjalën që themi, ka lëshu pllumat. I ka lëshu pllumat edhe. Si mbledhim, është e vështirë, hajti mbledhësh, ka një formë si ti mbledhësh pllumat?
Në atë po arritën atë fazë, ka ndodhur aq coptim, aq shpërndarje, sa që ajo shpreha mblidhe veten, mblidhe menjen, është diçka pa shpresë për ata, domethënë. Janë hapur aq shumë. Gjithë shpresa është ajo, siç ishte edhe një tregim biles, e kemi dhe neve në Ungjil atë, ishte njëri që pati të korora të shumta. Edhe tha, do e shem muret e depove, ta zgjeroj depon, ta mbush me ato të kororat e mia dhe të them tani pi, gëzohu sepse ke pafund. Edhe pastaj thot aty. Edhe i thot aty pastaj, i vjen angjëlli që do i merrte shpirtin se aq i mbaroi jeta. O i marri, tha. Po ato gjitha që mblodhe, kush do t'i marri, sepse sot po kërkon shpirtin tënd. Do iki nga kjo jetë. Ai u mundua kohë, të harxhoi kohën e vyer për të ndërtuar lidhjen e gjallë me Zotin, ai e humbi. Sepse e kanalizoi gjithë përpjekjen e tij në gjëra që s'ka për t'i marrë dhe me vete, që ka për të mbetur këtu. Prandaj tha, o i marr, tha. Këto që mblodhe, kush do t'i marrë, se sot po të kërkojnë shpirtin, do ikësh. Prandaj, edhe ata që kanë vendosur ato pasuritë e mëdha që s'kan ku t'i çojnë, ata janë duke kryer një lloj vetvrasjeje, dhe ata. Prandaj mos e lakmoni atë pjesë. Po të qëndroni thjesht, jeni duke jetuar. O Alex, po që ta sqarojmë edhe këtë pjesë, që ndoshta mund të keq kuptojmë me këtë që po themi tani. Jo, unë ta kuptoj gjithë edhe se çka po thua, por mund të thonë njerëzit se nuk është e keqe pasuria, jo, nuk po them që është e keqe. Po që ta theksojmë, ta qartësojmë më saktë. Se këtë gjë që thua ti, e thonë edhe ato të sistemit. Pra që ju mos kërkoni, mos jeni të arrir, të plotësuar, të kërkoni të jesni vetë, të jeni suksesshëm e tjerë, se ashtu duan edhe ato që të jemi ne, thonë ato, mos jeni ju. Pra nëse ne mjaftohemi me pak, me kaq, me diçka, thotë okay, që kanë në rregull, siç ka qenë kohën e Enverit, siç kanë qenë njerëzit, domethënë në komunizëm që mjaftoheshin me aq sa jepnin. Po. Pra që ta ndajnë të pjesë, edhe këta që janë pesë që le të themi, ose këta kokat e mëdha e tjerë, ose Edi Rama këtu, ose tjetër, nëse njerëzit të kënaqeshin me pak, ai thotë okay, këtë thotë edhe ju do të kënaqeni me pak, këtë thotë edhe sistemi. Po, e kemi të forumi ekonomik botror atje me Hararin dhe me atë e hoqëm, vendosën krerë tjetër tani aty, me atë shprehjen e famshme, nuk do keni asgjë dhe do jeni të lumtur. Bravo. Kupton? Se mos keq kuptojmë edhe me këtë që po themi ne. Ato nuk është se po e bëj për të na thjeshtësuar neve që të kemi këto që po diskutojmë tani, po ata e kanë nga e kundërta. Do ja u marrin të gjitha që tini të varur që t'ju komandojmë ne. Bravo. Ndryshon njëra me tjetrën. Prandaj se është dhe kjo përpjekje tani, se duan me i marrë të gjitha. Pra ne nuk është se them me këtë, por pra shihni veten tuaj që të arrini, por gjithmonë duke krahasuar me veten, jo me tjerët, që të plotësoni veten, të hesni, por jo duke krijuar varësi. Jo të përfshiheni, domethënë. Pra ta keni ato që të plotësoheni, të jesni, të jeni të suksesshëm, të jeni të arrirë, të jeni edhe të pasur, nëse s'ka asgjë edhe të kesh pasurinë. Po puna është duke mos harruar veten dhe Zotin. Bra, ajo është fiks. Domethënë po e kthyem në diçka absolute. Aty pastaj është fund. Aty është që ke marrë kthes gabuar. Se ne kemi dhe rastin e Abrahamit që e njohim shumë mirë, ai ishte shumë i pasur. I kishte të gjitha ai, me shërbëtore, me kafshë, me toka, me prona, çfarë dush kishte. Por ama ai shpresën e tij kishte lidhur me Zotin. Ka? Duhet vendosim, do të ketë një hierarki vlerash. E para, bazamenti është besimi dhe shpresa e gjallë me Zotin. Po e pa të këte, se ne e thot prapë të Ungjilli atje, kërkoni më parë mbretërinë e qejve dhe drejtsinë e tij, mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, dhe gjithë të tjera do ju shtohen. Tu na tregon që Zoti nuk është kundra pasurisë. Por të ketë ajo, të ekzistojë ajo hierarkia, domethënë vendos bazamentin, themelin një herë. Pastaj i ketë ato të tjerat. Sepse po patë Zotin në jetën tënde, gjërat i ke edhe më të qarta, di ç'a bën. Di ku ke kufit e tua, që nuk e shkel, nuk e tepron, nuk abuzon me atë lirinë. Kupton, gjërat janë të thjeshta, por ne i ndërlikojmë. Pse i ndërlikojmë neve? Nga momenti që neve vendosim në qendër veten tonë, aty fillon shkatrimi jon. Kupton? Që
është këshilla më e gabuar është të thotë dikush beso tek vetja jote, ki besim te forcat e tua. Ai sapo të thotë ty krye vetvrasje. Të besoj dikush te vetja e tij në mënyrë absolute është një vetvrasje më vete. Je duke vrarë. Unë mendoj që besim tek vetja duhet të kesh. Se dhe besim vetë duhet të kesh, po jo. Po ke të kesh një lloj optimizmi, po mos të kalon në absolutizim. Jo, është tjetër gjë, ajo është unë dhe askush, unë. Çfarë është unë? Është tjetër, është ti ushqesh dozën e unit vetes, është tamam është vetvrasje. Po që të kesh besim vete që don ti edhe drita nuk e nes dot. Do të thonë, nëse jeni vend me errësirë, ti nuk lëviz dot hapin, kupton? Po, dakord. Unë besoj që mund të shkoj deri te Chelsea për ndezur dritën, dakord? Kjo, ta ndjera pastaj. Të kesh besim, të duash veten, të s'ka asgjë të keqe. Po nëse kalon pastaj në ekstrem, gjëja është tjetër gjë. Ajo është e keqe, në ekstrem, kur kalon në ekstrem. Po, ti je kalon caqet, aty fillon problemi pastaj. Kupton, domethënë asgjë nuk duhet se ti duhet dash vetëm don dhe Zotin, pra don dhuratën, pra ti je dhurata, që ta lidhim atë se çka than fillim fare. Ti je dhurata i krijuesit, por ti duhet dash veten, ti po don dhuratën që ka, pra është respekt ndaj krijuesit, është vlerësim dhe dashuri ndaj krijuesit. Po, do të shohër si do të them me pak fjalë, ajo që dua të theksoj me këtë te kjo po që të arrijmë të japim mesazh mbyllje tani. Është çdo gjë, do të them mos të teprohet, mos ka përcen caqet. Po. Do të ketë një kufi. Sepse, do të them, siç e thash veç parë, do të them të ekzistë të veprojmë brenda rregullave. Sepse po dolëm jashtë rregullave, detyrimisht do kalojmë në një lloj çrregullësie. Aty pastaj humbet veten gradualisht. Aty pastaj edhe ti e kanalizon gabim shpresën. Shkon aty ku s'duhet. Ti kesh ato mirëqenie, do të thënë se nuk jena kundra mirëqenies e burr. Që ta kuptojmë edhe këtë se ndoshta keq kuptohemi. Por mbi të gjitha është Zoti, pastaj gjitha të tjerat. Po vendosëm Zotin në qendër të jetës tonë, jemi okay. A ke një mesazh Alex për ata që ndoshta janë në ditë vështira, kalojnë sprova dhe sprovat i kanë vënë përpara dhe i kanë dobësuar besimin dhe duket sikur nuk shohin një fije shprese në këtë jetë, domethënë, ti pak më lart unë vlerësoj që dhe i shembull edhe nga vetja që e shpalose dhe tu the që edhe mu po ndodh diçka e tillë, pa shumë ka ndodhur mu, mund ndodhi nesër prap, jeta është plot papritura. Por mendoj se ne kemi në dorë vetë. Nuk e di si e shet, domethënë. Ndoshta mund t'i japim një lloj rrezimi njerëzve që të kthehen tek vetja. Dhe duke u kthyer tek vetja kthehen edhe tek Zoti. Po. Po, është vërtet. Zhvishuni nga gjithë energjitë që ju kanë ardhur, domethënë, s'kapa këtë s'buna këtë s'ndodhi ajo, tjetër. Dhe vjen momenti je në ajër thu. Mos rash. Do pi poshtë. Jo, bjer poshtë, po ti thësh nga pallati. Bjer poshtë në kuptimin hiqi gjithë këto ngarkesa, çka ke fut vetes, çka ke dhënë vetes. Zbritet me këmbë tokë. Zbritet me këmbë tokë, domethënë. Këtë me këtë kuptim jemi këtu që ajo ja themi edhe vetes, ose ndoshta mund të jenë edhe janë në ajër, kupton, por kjo është ajo. Prandaj edhe një mesazh. Kur shikoj për shembull që dalin për lajme raste njerëzish që vetvriten, është shumë. Po pse ka njerëz që thonë që nuk ekziston vetvrasja? Nuk ekziston vetvrasja? Thonë që se di si është një shprehje, domethënë që thonë nuk ekziston vetvrasja në kuptimin që njeri po vetvra nuk është vetvrar? Zoti domethënë njeriu në ti nuk e çon deri në atë pikë domethënë që të ketë vetvrasje, që të bëjë vetvrasje. Po nuk e çon Zoti atë, e çon keq menaxhimi i lirisë, se çai ka thon vetes vet ai, me çai e ka fry kokën. Po mirë. Sa e ka ushqyer egon. Ajo çon vetvrasje. Ne tek tema e fundit që kemi para kësaj, kemi fol për njeriu mes engjullit dhe djallit. Po. Në këtë rast, pra, nëse diku shkon deri në pikën për të kryer vetvrasje, dihet që është si meritë e djallit që të ka shtyr deri në atë pikë. Apo po, patjetër. Po. Të dy ndikojnë. Të dy rasti konkret i engjullit, valla. Po. Pra këtu bie që kemi një dorëzim të engjullit, tërheqje. Jo, nuk është dorëzimi i engjullit ajo. Ti thjesht nuk po e dëgjon angjëllin, zërin.
Po mirë, nuk del Angel që të bëj diçka më të madhe se sa ky veprimi që e paska që njeriu domethënë që ka treguar kaq i dobët dhe paska përqafuar djallin dhe shkon bën vetvrasje. Si mund të pra ta bëjmë në mënyrë figurative? Ç'a mund të duke bërë Angeli tekse njeriu bashkë me djallin është duke marrë këtë akt kaq të rënd. Angeli të frymëzon shpresën. Po. Kurse ky tjetri të ushqen egon. Po. Ti dëgjon këtë tjetrin aty sepse ke vendosur veten tënde në qendër dhe je më i prirur të dëgjosh që të ushqen egon. Angeli të flet që ta kthesh kokën knej, ti dëgjon atë tjetrin që ta kthesh kokën knej. Po. Angeli të flet, po ti kokën e koma e ke kështu. Ky po të flet prap, ti flet me djallin knej. Edhe i pastaj ç'a të bëjmë? Vi dali para, dali këtë ta shty djallin, ku diun. Po jo, po ç'a vlerë kishte liria pastaj? Jemi të lirë të veprojmë, liria absolute. Ti do të dëgjosh atë tjetrin. Mirë shko aty, pa ajo ka pasoja pastaj. Ai tjetri ka vendosur ato tabelat e qarkullimit aty, tha ule shpejtësinë se ke një kthes fort. Po vetë Angeli me djallin, nuk kanë një përplasje ato vetëm njëri tjetrin për njeriu? Kanë përplasje. Kur ti për shembull dëgjon Angelin, ato sugjerimet e mira për shpresë, për durim, vjen ky dhe thot do që të rreqi me krahun e vet. Aty shkon Angeli këtij dhe thot largohu i çik se ky po dëgjon ato që po them unë. Jo ato që po thu ti. S'ke të drejta mbi këtë. Nuk po dëgjon fjalët e tua, sugjerimet e tua, po shpëritet e tua. Po dëgjon ato të mira që un po i them. Edhe nuk ka të drejtë me i ligu pastaj që të ndikojë te njeriu. E sposton. Është nga krahu im thot, çpun ke ti tani të ndryshosh te ky. Edhe të ruan ato momente rreth për qark, nuk ka afrohet asgjë. Po nga momenti që ti i kthen kurrizin në Angelit, edhe përqendrohesh te ky sykuqi, ky briri knej, që vetëm vrasin kanë në mendje, ai asgjë tjetër, se e thot shkrimi atje, që në fillim është vrasës, që i krijoi atë vrasjen dy njerëzve të parë. Që në fillim është vrasës. Ti kur dëgjon këtë, po ti ke për të shku. Do vrasësh veten pastaj. Edhe nuk është e thënë se do idhesh nga kati 7 për të vrarë veten. E vret veten edhe në forma të tjera. Si? Duke shpresuar që e tham ato që vjen gradualisht. Humbet shpresën, kalon në pesimizëm, kalon dëshpërim aty pastaj, dhe po kalon njeriu në dëshpërim, aty ai ka vdekur dhe nuk e di. Ai jeton vetëm biologjikisht. Është shkoputur fare. A mund ta sillni në formë si mund ndodhi kjo Alex për shembull ta sillni në mënyrë figurative ta shpjegojmë. Si mund ndodhi ti ke një njeri domethënë në momentet që para se të kryej vetvrasjen. Si është ajo, ai luftimi i tij me ose ajo që ndodh, ai dialogu brenda tij domethënë. Ç'a ndodh kokën e tij në momentin që para se të bëj zhytjen? Ose mbytjen ose në një helm ose se ka mënyra edhe tani po ja bëjnë të flet tani. Po. Në të momente ai është komplet i trazuar një herë. Rrotullohet e ka humbur përqendrimin, nuk është më vetvetja. Atë sikur e komandon diçka tjetër më burr. Në ato momente. Ai shumë i humbur është në ato momente. S'ka ku kapet, as sikur është në ajër burr. Ose sikur është mes oqeanit dhe s'ka si komardare. Aq i ekspozuar është në ato momente. Aty vetëm po i ndodhen ai mrekulli atit. Të dërgoj Zoti ndonjë njeri që ta kapi moment fundit dhe ka ndodhur shpesh kjo. Aty ku kanë qenë në buzë të greminës, ka dërguar Zoti dikë. Ka bërë diçka. Po kalon isha një ditë bilesi aty japi shembull që ta kuptosh. Isha një ditë edhe po ecja rrugës. Edhe po mendoja këto sfida, këto vështirësitë. Duke ecur, duke parë tokën poshtë, edhe po ecja. Ishin dy çuna tani ishte prish papaqe atyre. Edhe po përpiqeshin ta rrugullonin. E i pash në distancë unë ato. Mi po sa po u afrova unë tek ata, njëri i tha tjetrit, Zoti është i madh. Unë kthej kokën dhe them atë ç'a tha kyre? Se e tha në një moment që më duhesh ta dëgjoja këtë. Po, sepse po kaloja çik atë, po isha në një moment vështirë, kisha një ngarkesë. Dhe tha malla të dobët. Po. Ose më mbetën për të fortë herë, nuk e di, ndoshta ju e marrni për. Ne kena thonë madje shpesh herë. Fare absolutisht. Edhe kur e dëgjova këtë shprehje,
e ndjeva thellë brenda meje që kjo ai e tha, përdori Zoti gojën e atit, nuk e di se si ja solli situatën e të dyve në ato momente, që të dilte nga goja e atit kjo fjalë. Në atë moment që duhet ty. Po, fiks në atë moment, nuk e tha kur isha unë distancë, nuk do i dëgjoja, as kur do largohesha. E tha pikërisht ku isha ngjit me ata. Kjo është tregues që Zoti ti don. Por e të gjithë na do. Na don, patjetër. Domethënë të flasim për rastin konkret. Për shembull, po ta shohësh, me atë se çka tregove ti, tregon që Zoti të don. Po vazhdimisht e bën atë gjë, vazhdimisht e tregon dashurinë e tij, është pafund ajo gjë. Edhe shife, domethënë të dha një shenjë duke përdorur dikë tjetër që të përbën të fren. Domethënë që i që largoj ato mendime që ke, nuk po të ndihmojnë, nuk kanë ai dobi. Sepse është Zoti mbi të gjitha. Në ato moment sapo ai çuni ja tha ti shokut vet atë fjalë, po sa mirë që edhe ti e pas ke dëgjuar. Po ishte plani i tij të ndodhte ai kombinimi, ai koincidenca. Që na duket ne si rastësore, por është ndërhyrje. Është fat që njerëzit mos arrin deri në atë pikë që mos arrin të dëgjojnë, ta shohin ose të ndodhi diçka, një mrekulli dhe të shkojnë atë fazën fundore, domethënë. Uroj që gjithmonë çdo kush nga ne ta ketë, mos shkoj fare në atë pikë, o ja uroj gjithëve këtë gjë, por edhe nëse ka raste që ne realisht tregojmë dobët, uroj që të ketë diçka, një dritë aty tek ju, dhe jo drita e gabuar që njerëzit thonë pash diçka dhe ndërhoqi tek ai veprimi që shpjegohet dhe uroj që të ndodhi diçka, qoftë një mik, një shok, një shenjë. Prandaj është shumë rëndësishme edhe ushqimi i përditshëm që unë e theksoj sa herë që bëj ato hyrjet e gjata ose mbylljet e gjata. Ushqimi është shumë rëndësishëm. Pra me çka rrethohemi, çka shohim, çka lexojmë, pastroni mendjen dhe uroj më të mirat. Nuk e di, janë tema shumë vështira këto, Alex. Janë se realisht kur janë pika ndalese që çdo kush do i kishte shumë të nevojshme për veten e tij. Por unë prapë gjë tjetër që ju sugjeroj mos i ndroni asnjëherë vetëm, se edhe këto janë momente që njerëzve i ndodhin, për shembull këto energjitë negative i vinë ku janë vetëm. Po, është. Pra, kujdes me këto shkëputjet ku jeni vetëm, se janë shkëputje dhe jo të mira dhe me pasoja dhe me mbyllje jo të mira dhe të. Po ka një diçka kjo, se është tik me dy presa kjo që sapo the. Domethënë shikoni mos jeni vetëm, të keni një lloj ngushëllimi, një mbështetje. Po nga ana tjetër shikoni vërtet mos jeni vetëm, po të keni edhe një lloj përzgjedhje të personave që keni afër. Jo, unë thashë atë, ushqimin. Prandaj ushqimi që unë përdor vazhdimisht, nuk them ushqimin që çahani kështu. Ushqimi, po pra shpirtëror, mendor, domethënë psikologjik, gjitha këto. Po, për këtë unë thash ti je selektiv në këtë pjesë. Duhet të jetë njeriu i duhur që ta bëj këtë gjë. Patjetër. Se thamë nga fillimi domethënë që jemi energjik, përçojmë. Duhet të marrim, japim. Po, duhet kemi një person, si që thoshin të vjetrit tanë, domethënë zgjidhe shokun më të mirë se vetja. Këtu tani sa është çik kështu kjo. Edhe kjo fikë me depresë është. Edhe kjo fikë me depresë është se kush e pranon që ai tjetri është më i mirë se mua thotë. Po, aty vjen egoizmi prapë, harma e keqe, harma më. Kudo egoja, i zhdukeni, fshiheni dhe jeni no stres. Po zhduk egoja. A kemi diçka tjetër për të thënë për këtë temë, Alex? Mendoj se kemi prek gjithë, më aq sa ne na rroga jo radake jo, domethënë me ato si e shtrojmë temat, diskutojmë. Mos u mbisni shpresën, pavarësisht sfidave që vinë në jetë, mos u shpërndani shumë, bëheni sa më të thjeshtë. Mos u hallakasni, domethënë, bëheni copa çika, se për ne kënda edhe kjo shprehje, ore mblidhe menjen edhe. Ne e themi këtë po se kena kuptuar, njeriu shpërndahet. Këto, mos u mbisni shpresën, mblidheni veten, dhe mbi të gjitha vendosni qendër Zotin, shpëtimtarin ton, ndiqni porositë e tij edhe mos e teproni me atë vetbesimin. Po, mos kaloni pastaj kështu. Delir. Delir, po, deliri madhështisë, si unit që thoni unë, ky, unë ai andaj këtë, nuk ka. Megalomania. Ka për te nesh ka, ajo është edhe më qetë me veten, edhe
Thjeshtësia. Se unë atë ditë po përpiqja të jep, thjeshtësia po ajo është baza. Se unë atë ditë po përpiqesha të jepsha përgjigje vetes time unë tani. Me ato të mijat. Ku kisha atë problem me ato papaqen aty. Se si ju prish motori aty në ato moment, kupton? Pas ka më keq, prish motori. Njëri po e mate, tjetri ishte nga poshtë atje dhe kot pa lidhje tani ju prish ato moment. Se si u bë ajo bisedë tani që njëri i tha tjetrit Zoti është i madh. Ma gjërë ka kaluim pesimizëm tani. Zgjidhet i hallë, po të ike, nuk u morën motorët aty e çunave. Që të zgjidhen hall ty. Ma të shpreha që thaj, nejt aty, një movi çunat që ta rregullojnë motorin. Por sa kalova unë bëra disa hapa, ju rregullu motori aty vetë. Ju rregullu motori? Po, jo, ideja ishte që tu prishën ato moment për të dhënë ty atë. Që të merresh atë përgjigje. Shkëndijën. Edhe u qetësova. Ajo është shumë e rëndësishme. Qetësoni zemrën, qetësoni shpirtin tuaj, mendjen tuaj dhe ose paktën Alex, mendoj që në këtë rast kur njeriu bie në këtë lloj pesimizmi edhe që shkon në këtë gradë ose në këtë përshkallëzimi kaq të madh për të marrë në veprimin ekstrem, a këshillohet që të paktën të televizi nga i vend të bëjë një ecje, dalin në natyrë, gjëra të tilla. Po, shumë. Kjo është ajo. Ndihmoj dhe ato, po. Largoni, shkoni diku. Përqendrim nga ajo. Mendoni shokun tuaj më të mirë që ju jep një lloj qetësie shpirtërore dhe të mendjes. Merrni atë, bëni diskutim me njerëz që realisht kanë ndikuar për mirë tek ju. Të janë të këshillueshme, janë gjëra që janë pozitive. Dilni në natyrë, dilni diku. Shkoputuni nga këto televizorët lajme. Largoni mendjen, edhe mendjen me mendjen tuaj mund ta edhe me mendjen tuaj mund ta largoni atë domethënë. Me mendjen tuaj duke ajo është gjithë mendimet. Mendimin, thoni dorëzojë në Zotin. Kjo është ajo. Se nuk kemi ne ato që jemi adapt, po kujdes edhe me këto psikologët që do të mbajmë një temë vetëm për psikologët, astrologët. Psikologët sot se ato janë më të shkëput nga gjithë. Ato më lëmsh i bëjnë njerëzit. Ato i bëjnë njerëzit më lëmsh, ka njerëz të mirë që thjesht i kanë vendosur emrin, titullin psikolog, por që paktën japin disa edhe mesazhe të mira, që thjesht kanë studiuar për atë deg, por ka një lloj mirësie edhe brenda tyre. Por sa do ta kenë është relative, kanë të kufizuar, nuk mund të ndihmoj. Kufizuar, po nëse edhe ne deri diku një lloj psikologjie bëjmë edhe të kjo gjë çka flasin këtu, domethënë. Po nuk i qëndrojmë aty librave të kufizuar që ka bërë shkollën ai atje. Po mirë, prandaj po them pra se ka edhe nga ata që ka njerëz mirë që mos i përgjithsojmë gjithë, por sot është kthyer domethënë në një lloj profesioni që klientelist. Fix. Pra, ai thot diçka që ti të bësh më keq që nesër të krijosh varësi. Kjo është pastaj dashakësi që ty të shkatron, do të kthej në klient, edhe nesër në fund fare do të ik mbaroj. Psikologu do njerëz të stresuar, polici do kriminal që të ketë punë, doktori do njerëz që të ketë smur. Realisht vetëm njerëzit që janë të Zotit janë ato që të shohin siç je, për të mirën tënde që të rritesh shpirtërisht. Këto janë tjerë profesionizma këto. Për përfitime është. E kam mirë te xhepi jon. Po, kështu që ju gjuni këtu ke xhepi jon. Me që ishim live. Ose ke xhepi mesit? Ke xhepi mesit, si bërë shaka. Miq, ju përshëndesim, ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e këtij bashkëbisedë. Xhepi mesit e ka thënë Mario këtë. Do takohemi javën tjetër tani në një temë ndoshta më interesante, kështu prandaj që unë theksoj pas here, sugjeroni, na çoni temat, pikpyetjet, dilemat tuaja, shqetësimet që ju prekupojnë se duhet diskutojmë, mund t'i prekim, mund t'i trajtojmë dhe t'i diskutojmë këtu me Aleksin. Aleks, përshëndes, falenderoj shumë. Kënaqësi ime. Si gjithmonë. Edhe për ju miq të kanalit Pisk dhe të Pisk System. Uroj që të jeni mirë, takohuni me njëri tjetrin, siç e theksoj gjithmonë, jepini dorë njëri tjetrit, afrohuni me njëri tjetrin dhe shihni njëri tjetrin ashtu siç do doni ju të shohin të tjerët ju. Ju përshëndes. E bukur, mirupafshim.